إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për atij falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën në devijim Allahu, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posti. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin mbi më të zgjedhurin e Allahut, mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët e cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, sot do të flasim me juve për çështjen e kërkim lëmoshës në Islam. Cilat janë ato rregulla, kur i lejohet njeriut dhe kur nuk i lejohet. Erdhi njeri prej Medinasve, prej ensarive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi ndihmë nga pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti dhe i tha: "Po ti çka ke në shtëpi?" O i dërguar i Allahut, tha: "Kemi vetëm një qëllim. Me atë qëllim ulemi mbi atë qëllim dhe mbulohemi me atë qëllim, asgjë më shumë. Dhe e kam një enë, një lloj bokalli, me të cilin tha shërbehemi për të pirë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mi sjell ato." Ai personi sjelli te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para popullit, para njerëzve dhe i tha: "Sa po paguani për këto dy gjëra? Kush po i blen nga unë?" Njëri tha: "Unë i blej o i dërguar Allahut për 1 dirham." I pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një 2-3 herë, tha: "A ka kushton? A ka kushton edhe më shumë?" Njëri tha: "Unë i blej për 2 dirham o i dërguar Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij të varfëri, tha: "Me 1 dirham blej ushqim familjes tënde, kurse me dirhemin tjetër blej një sapat dhe ma sjell mua." E blej ai person një sapat dhe ja sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja vendosi sapatës një bisht pejgamberi alayhis salam dhe i tha atij personi, tha: "15 ditë mos u paraqita para njerëzve, por shko puno, predru dhe shit." Ky njeri erdhi pas 15 dite, kishte bërë një pasuri të mjaftuar, tha: "Me 5 dirhem o i dërguar Allahut, i bleva veshmbathje familjes, me 5 dirhem i bleva ushqime familjes." Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjidhi një problem social të këtij personi. E mësoi se si të punoj dhe si të fitoj ky njeri. E dini atë proverb, mos më jep peshk, por më mëso të peshkoj. Këtë gjë e veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa me kishte të lehtë ndoshta të kërkoj prej dikujt ndonjë dirhem dhe t'ia dhuroj këtij personi, por ky person edhe nesër do të jetë prej kërkuesve të lëmoshës, prej kërkuesve të sadakas, edhe pas nesër dhe kështu më radhë. Por e mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si të pavarësohet ky njeri nga kërkimi i lëmoshës. Vëllezër të dashur besimtar, një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguar Allahut, kam hyrë si dënmësues për një problem dhe e kam marrë përsipër një borxh të një personi me qëllim që të arrijnë ata në një pajtim.
Dhe a mund të më ndihmosh o dërguar i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha prit pak derisa të vi ndonjë sadak, ndonjë zakat e të ndihmoj. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha këtij personi. Ky personi quhet Kabisa dhe i tha pejgamberi alayhis salam: "O Kabisa, kërkimi i sadakas nuk është i lejuar përveç se për 3 lloje njerëzish. Lloji i parë është njeriu që ka marrë përsipër një borxh, sikur se ky sahabiu, për të pajtuar njerëz, pra për të zgjidhur një konflikt, atij i lejohet të kërkoj përderisa i pajton këta 2 njerëz për ta shlyej borxhin me cilin është ngarkuar ky person. Ai vullnetarisht e ka marrë këtë borxh me qëllim që mos të arrijë deri tek konflikti i 2 personave apo i 2 familjeve. Lloji i dytë që lejohet atyre të kërkojnë sadaka. Njeriu që është goditur nga ndonjë fatkeqësi ose fatkeqësi pra natyrore, që ja ka shkatruar pasurinë, shtëpinë, atij lejohet të kërkojë derisa të arrijë në një gjendje të qëndrueshme të jetesës, ose një nivel të mjaftueshëm jetese. Dhe personi i tretë, njeriu që është kapluar nga varfëria dhe 3 burra të mençur, të matur, dëshmojnë se ky njeri me të vërtet ka nevojë. Dhe këtij personi i lejohet po ashtu të kërkojë dhe të ngrej nga sadakaja, nga lemosha apo nga zakati. Përndryshe vëllezër të dashur, kërkimi i lemoshës jashtë këtyre çështjeve dhe jashtë këtyre nevojave të domosdoshme nuk lejohet dhe është ndaluar. E dini që në Islam dora e cila është mbi është e lavdëruar, është më e mirë se dora e cila është lypëse dhe e cila është ndër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kërkon lemosh, kush kërkon sadaka, pa qenë i nevojshëm, ai vjen në ditën e gjykimit me plag, me varr në fytyrë. Pa është mëkat. Është mëkat ku në tregimin e sipër që e përmendën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Kabisës: "O Kabis, jashtë këtyre 3 personave që u lejohet atyre të kërkojnë dhe të hanë nga sadaka, përndryshe është haram të hahet ajo kërkim lemoshe." Nëse njeriu bën shprehi që të kërkoj prej njerëzve dhe ai arsyetohet që është i nevojshëm, por i ka gjitha mundësi që të punoj dhe të fitoj, e ka mëkat të kërkoj nga sadakaja apo nga zakati. Sa njerëz që janë lemosh kërkues në për rrugë, i shohim që prindërit i kanë pas asi, edhe fëmijët janë të njëjtë sikurse prindërit, sepse kjo shprehi e keqe është e përhapur edhe në familje. Është e përhapur një virus ku bëhen pengesë në komunikacione, pengesë njerëzve, shqetësime, që i shkaktojnë njerëzve duke kërkuar fëmijë shumë të vegjël, gjë që prindërit e tyre i kanë mësuar kështu. Por neve si besimtar, nëse ne nuk e dim rastin të një personi, na lejohet t'i japim atij. Na lejohet t'i japim, por asesi nuk na lejohet t'i përzëm apo të cillemi keq me ta. Por i thuami fjalë të mirë e asesi nuk i përzëm. Kështu ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu ka ardhur në surën Duha: "Wa amma as-sa'ila fala tanhar." Kërkuesin e lemoshës të varfërin i cili kërkon lypësin, mos e qorto,
mos e qërto me fjalë të vrazhda, ose i jep, ose nëse nuk i jep, i thua një fjalë të mirë, ose hesht, pa e qortuar, pa e poshtruar atë person. Vëllezër të dashur besimtar, këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto rregulla fetare, janë të gjitha edukata dhe rregulla që e rregullojnë jetën shoqërore dhe jetën sociale në një mjedis dhe në një popull. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun subhanahu wa taala mos na bëj për atyre të cilët kërkojnë lëmosh e kërkojnë sadaka. Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, pas falënderimit të Allahut azza wa jall dhe pas dërgimit të salavatit ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju tregojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rekomandu që njeriu të punoj e jo të kërkoj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më mirë për ndonjërin për jush të marrë litarin e vet dhe të shkojnë në mal të presdru e të shes ato, se sa të kërkoj lëmosh, se sa të kërkoj sadaka për njerëzve, e kush i jep dhe kush nuk i jep. Njeriu duhet të jetë i vetëm përmbajtur. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që përmbahet nga lypja, Allahu do ta ruaj, ai që kërkon ndihmë nga Allahu, Allahu do ta ndihmoj. Ai që përpiqet të jetë i pavarur, Allahu subhanahu wa taala do ta pasurojë atë person. Pra njeriu duhet maksimalisht që mos t'ia zgjas dorën dikujt. Maksimalisht i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Maksimalisht i lutet Allahut azza wa jall që Allahu me furnizu atë person dhe maksimalisht me i marrë sebepet që ky person të punoj dhe të fitoj, sepse ai person i cili fiton, punon dhe fiton dhe shpenzon për familjen e vet, i shënohet sadaka tek Allahu subhanahu wa taala. Pa të arsye, nëse dikush thot që puna është ibadet, po, është ibadet me një formë, sepse njeriu bëhet shkaktar që me pasurinë që e fiton edhe të jep sadaka dhe të jep zekat dhe të fitoj shpërblime më të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse njeriu duke fituar bën edhe bamirësi. Dhe çdo mjet që të dërgon për ta kryer dhe për ta zbatuar një rregull fetare, edhe mjeti konsiderohet ibadet dhe shpërblehet njeriu për angazhimin dhe për punën që ka e bën. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun azza wa jall të na bëjë të angazhuar në fenë Allahut subhanahu wa taala, të na bëjë të angazhuar në bamirësi. Elusim Allahun azza wa jall të jemi nga ajo dora e cila është e lartë dhe e cila jep dhe e cila është bujare, dhe të fitojmë shpërblime të mëdha për Allahut subhanahu wa taala. E të kemi shembull Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Abdurrahman ibn Aufin dhe sahabët tjerë të cilët kanë qenë bujarë dhe dhënës dhe kanë ndihmuar. Elusim Allahun azza wa jall të ndihmojmë muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë, të ndihmojmë muslimanëve në Gaza, në Palestinë, në Siri, në çdo vend të botës. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë të tjerët. Elusim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurit e muslimanëve, të lajë borxhet e muslimanëve, të mëshirojë të vdekurit e muslimanëve. Elusim Allahun azza wa jall që kur të ndahemi prej kësaj dynjaje të ndahemi me fjalën la ilaha illallah, duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.